Aleksandar Dugin, një filozof nga qarqet e krahut të djallë si në Rusi, ashtu edhe në Serbi, ka sulmuar ashpër presidentin serb Aleksandar Vučić në një intervistë. Dugin, i cili konsiderohet frymëzues ideologjik i politikës ekspansioniste të botës ruse, tha se beson se Vučić ka humbur legjitimetin e tij dhe se të gjithë në Serbi janë të pakënaqur me të. Serbët duan që Vučić të largohet, kjo është e sigurt dhe të gjithë serbët e duan. Për momentin ai ka një shtet dhe zero mbështetje midis popullsisë së Serbisë. E vetmja gjë është se njerëzit që kanë frikë nga një revolucion me ngjyra nuk po marrin pjesë në protesta, nuk po dalin në sheshe dhe nuk po brohen rastin. Por Vučić ka mbaruar, legitimiteti i tij është dukur. Mendoj se qëllimi i këtyre protestave është që ai thjesht të zhduket, asnjë kompromis, marrëveshje apo ndonjë qëllim më konkret dhe më praktik nuk do ta zgjidhë këtë situatë. Vučić duhet të largohet. Ky është mendimi i shoqërisë serbe. Në të njëjtën kohë, serbët e kuptojnë qartë se çfarë duan dhe se çfarë nuk duan, por janë plotësisht të paqartë për atë që duan, sepse në një farë mënyrë ata duan gjërat krejtësisht të kundërta, disa janë jo real, disa janë të pamundura, disa do të kthehen kundërt dhe do duhet të paguajnë një çmim më të lartë për to, ka thënë Dugin. Ky filozof, i cili konsiderohet filozofi i oborrit të Vladimir Putin, duket se është veçanërisht i shqetësuar që Aleksandar Vulin nuk është më në qeveri. Ai thotë hapur se si ishte kundër protestave në Serbi dhe se madje mbështeti Vučićin në fjalimet e tij drejtuar serbëve, midis të cilëve, thotë ai, ka një autoritet të madh. Derisa Vulin ishte në qeveri, u boja thirrje serbëve të mos shkonin në ato protesta dhe tani nuk kam një qendrim të prerë, sepse situata atje ndryshon çdo ditë. Nuk mendojnë se varet shumë nga ne. Rusia nuk është më në atë situatë dhe pozicion për të ndikuar vërtet në politikën në Europën lindore tani, ka thënë Dugin. Dugin beson se numri njerëzve që ai quan patriot dhe rusofil serb është rritur në protesta dhe se ata janë gjithashtu të pakënaqur me politikat e ndjekura nga presidenti serb. Këto protesta filluan të financohen dhe promovohen nga globalistët, sepse Vučić nuk u përgjigjet atyre. Është një figurë kalimtare. Ata donin të sillnin në pushtet një politikan pro-perëndimor të bindur plotësisht, i cili do të shkonte në atë anë dhe më shumë se Vučić. Por në të njëjtën kohë, pjesa e patriotëve dhe rusofilëve ku morën pjesë në protesta kundër Vučić, veçanërisht pas largimit të Aleksandar Vulin nga qeveria, është rritur. Lidhur me politikën e jashtme të lojës në fushat të shumëfishta dhe uljes së karrigeve të shumëfishta, Dugin thotë se ky është fati vetëm të vogla të dobta, por ai kritikon ashpër metodat e presidentit serb. Ai flet për këtë politikë si një luhatje të vazhdueshme midis Bashkimit Evropian, duke kënaqur nacionalistët serb, Rusisë, Ukrainës dhe Amerikës.